Rroktari, zotnia e groshi i halallit. Një rroktar nisi me dal për ati zotnis, e krye rrogën, ja lipi hakun e vet zotnis. Zotnia i tha: hakun po ta jep, veç apo don shumë e haram, a pak e halal. Që 3 grosh të halallit i kije, e të haramit jep ma shumë. Rroktari i tha zotnis: valla po i marr veç 3 grosh të halallit. Edhe kështu rroktari i mur 3 grosh të halallit edhe shkoi një konak me bujt. Kur shkoi në atë konak, i shkon një plak unqën të axhaku. Edhe kur s'po flet, ai rroktari po i vet mashkujt e plakun, që ky plak kur s'po fal ka. Ka i tha: plaku nuk flet, veç flet me pare. Sa lip more ky plak me fol një herë, me veti ky. Ky i tha: ky e lip për një fjalë 1 grosh. A i tha: fal bre plak, se po të jepi 1 grosh. Ky e qiti groshin e plaku foli. Ku ka veç gra e s'ka moshkuj, aty konak mos ban. Edhe groshi i shkoi për qatë fjallë. Ai po thot djemve të plakut: edhe 1 grosh du m'ja dhon plakut, let flet edhe një herë. Plaku foli: ku ka ujë trubull, me në mirë e mos i bjerë se mytesh. Edhe mur fon ajo fjallë për 1 grosh. I shkuën 2 grosh rroktarit. Ky tha: du m'ja dhon edhe 1 grosh, le të flet edhe një herë. E qiti edhe atë grosh plakut, a i foli: mos u gut mi punu punën, po bani sabër edhe mos puno gjan pa menum. Rroktari qupe ati kanakut plakut, e dul e po shkon e po lip kanak tjetër vend. Edhe ka shkoj ullës, u zotet me një shpi, e thirri me bo konak në ta. Duhet një grua i tha: hajde bërëm konak, bojna, veç mashkujt këtu s'ka. Ai menoj në fjallë plakut e nuk hini në shpi heq. E shkoj lipi konak në gjetë. Thirri e kur dolin i than: hajde bërëm. Edhe hini e bon një konak në të. Kur e bo gjysa e natës, u bon një shamat aty, e po e vetë rroktari zotin e konakut. Shka u bo mëre? Aty janë të gratë pa bura dhe jushka, edhe po bojnë halku shamat në qatë konak. Rroktari qupe ati konaku e shkoj të një reke madhë, e u qu trubullin e ujit. Menoj me i ra ujt, e kërë menoj qëka kishtë në plaku, u nalë e po menon stan. Zotnia ish ma tanë trekës me kali, e i ra zotnia ujt me gjithë kali. Zotnin e mur ujt, e kali dul në stan, e kish pas dusht me pare në kali. Edhe e kapi kalin për t'i zgina, e shkoj e gjetë valën e durnat anë. Edhe e murë udhën e përshkon me atë kali kalur të shpia vetë. Shdripi kalit, e sëja vetë në derë të shpis, shyrin derë, e pa gruën ka ban laf me njonë. Me nis me i bahe gjëmë, ati se qitke, e menoj qëka kishtë të në plaku, i cokatin derë, dul grua i tha: kusha shtaj, me ka po ban lafët. Gruja i tha: kur jam martue, 3 muj kam net me burë, e burri ka hupë, e me ka falë zotit që djarë, e po bëj laf me gjallë temë. Rroktari nale po këtohet i tha: e që kam byti qaj grushi halallit, e fjole e plakut.